Një fëmijë 2 vjeçar me të dhëna personale ende të panjohura është pranuar në klinikën për kujdesje intenzive me një plagë të rëndë me armë zjarri në kokë. Kanë njoftuar shërbimet kirurgjikale kujdestare. Sipas drejtorit të klinikës universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion dhe mjekim intenziv, si dhe qendra urgjente, Dr. Igor Merxhanoski. Fëmia ndodhet në rrezik për jetën, ashtu si edhe një burr 30 vjeçar i cili është gjetur pas një rënje nga lartësia në zonën e Bunjakovecit dhe menjëherë është nënshtruar një operacioni urgjent të shtyllës kurrizore. Извършено е оперативно лекување. Janë regjistruar edhe 3 pacient të politraumatizuar pas rënjes nga lartësia, midis tyre edhe një burr 30 vjeçar i gjetur i rrëzuar në zonën e Bunjakovecit, i cili ishte në gjendje kërcënuese për jetën. Ai u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në shtyllën kurrizore. Një pacient 16 vjeçar nga Shtipi u pranua gjithashtu në departamentin e neurologjisë, gjithashtu pas një rënje nga lartësia. Një rast veçanërisht serioz është një fëmijë 2 vjeçar me të dhëna personale të panjohura, i cili është pranuar në kujdes intenziv me një plagë në kokë nga një armë zjarri. Fëmia është në rrezik për jetë dhe deri më tani nuk ka informacione zyrtare në lidhje me rrethanat në të cilat ka ndodhur incidenti. Ai më tej theksoi se gjatë natës u regjistruan 3 aksidente trafiku, gjatë të cilave rreth 20 pacient me lëndime të lehta u ekzaminuan dhe u liruan për trajtim shtëpiak. Një pacient 17 vjeçar nga Tetova u pranua me lëndime të rënda dhe po i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale në kohën e raportimit. Една пациентка 17. Një plagë me armë zjarri në nyjen e Bërrylit është regjistruar tek një pacient nga Shkupi dhe ngjarja ka ndodhur në Prilep. Pacienti po përgatitet për trajtim kirurgjikal. Një numër i madh i lëndimesh lidhen edhe me përdorimin e mjeteve piroteknike, ku janë pranuar gjithsej 20 pacient, pjesë e klinikës për kirurgji plastike dhe 2 fëmijë të moshës 12 dhe 13 vjeçare po trajtohen në repartin e kirurgjisë plastike, ku është planifikuar trajtim kirurgjikal. Një pacient 69 vjeçar me lëndime në parakrahun dhe dorën e majt nga mjetet piroteknike është pranuar gjithashtu në klinikën e traumatologjisë, ndërsa 3 persona me lëndime të lehta do të lirohen për trajtim shtëpiak. Mjekët paralajmërojnë se numri i lëndimeve gjatë natës së ndërimit të viteve është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara dhe disa nga rastet lidhen me konsumimin e alkoolit. Autoritetet hetimore po përcaktojnë rrethanat e incidenteve më të rënda.